safaran aw hadara. Tash kemi një kapitull tjetër, ajo e kompenzimit të namazeve. Me i bo kaza. Përpara kanë thënë kaza. Shqip i bjen kompenzim të namazeve. Nëse ti ki namazet thot e fal namazin që i ka ik në momentin që i kujtohet. Pa marrë parasysh, a i ka ik në udhtim apo në vendlindje. Bazun në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush fle ndaj një namazi ose haron, le ta fal në momentin që i kujtohet. Kush fle, do më thonë, e ka zonë gjumi, si ka dalë gjumi njerit, si ka dalë për sabah, si ka dalë, kër ka dalë në 8-9, çka me bojnë shkrete, duhet me falë. A ndodh me haru? Po. Mund të thot dikush prej dëgjuesve apo shikuesve, qysh ka mundësi me haru? Vallai ka mundësi. Ka mundësi njeriu, elbette, jeta është e tillë që mundet me haru namazin, angazhimit të lashe ku e diçka edhe haron namazin. Çka me bë? Në moment që i kujtohet le ta fal, sepse në atë moment është vakti i tij. Nëse në 5 nuk e ke falë në sabahin në vakt vet. Edhe të ka dalë gjumi në 9. Tash në 9 është vakti i sabahit për ty. Zban me thonë, masi ashtu kështu su fala, po fleja 2 orë, e qovë më kanë 11, ku më pas një që atër më qu. Që atër e fali, jo, ti dush më qu në qatë moment, kur të kujtohet, kur del gjumi. Ose tu ka kujtu mas një ditë, 2, 3. Mas me thonë, që 3 ditë tash po më kujtohet, që se kom fal një ditë drekën. Hajtë, kur kam kohë një ditë e fali, jo, që atër kur tu ka kujtu, që atër është obligim. Nëse e len që atëherë, që ta shish në gjuna. Deri tash që ke arru s'ke pas gjuna. Nëse kishe me vdek, pa a falë që atë drek, e cilat ka kalu nga haresa, s'ki gjuna. Por tash që tu ka kujtu, tash ki gjuna. O që me elon një vakt të ditës së sotme. Wa yuqaddimuha ala al-waqtiyati illa an yakhafa fawtaha ose fawataha wa yurattib al-fawaid fi al-qada. Tash kemi 2 situata. Nëse na ka ik dreka, ka hi qenia, a me fal drekën, thamë, na ka ik me një arsye të caktuar. A me fal ikindin. Thot autori, e fal njerë namazin që të ka ik parimisht. Ka hi qenia, të ka ik dreka. Mas pari e fal drekën, se tu dha mundësia që tash me fal. Që tash e fal drekën. Pastaj e fal ikindin. Përveç, nëse ke frikë që tu e fal drekën mund me tik edhe ikindia. Në atë rast je përparësi namazit të kohës, sepse ajo shtu kështu veç të ka ik. A pse ka djetarë që thonë, jo, edhe pse më ka ik, për gjumë, ose nga aresa. Momentin që ku më kujtu, që atërë vakti ti, s'du të me i dhonë përparësi ndaj, dhe më thonë, i qenisë në këtë rast para drekës. Me falë drekën, edhe nëse i kikindia, ti e ki obligim drekën. Po, Allah ale, ma sakta është që, nëse tu ka afru qatë shumë puna, ma mire falish vaktin që je, për që në likindin e falish, e drekën e fal masit ka hy akshami. Se veç mo për del vakti i qenis, po hini akshamit. I për të përparsin këtë rast nëse tu ka ngushtu atë shumë puna. E kemi një mesele tjetër, thotë, përmendën nga Ibn Omeri, ky e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush harron në namaz, edhe nuk i kujtohet, përveç se masi ka hyrë namaz me imamin, thot, le të falet me imamin. Ka hyrë në iqenimin e imam, edhe u ka kujtu që e kalon drekën. Pastaj thot, le ta fal, masi t'jep selam me imamin, le ta fal drekën. Por, thot hadithi, prap edhe njerë i kindin le ta rikthej, se e fali qenin me imam, se si pas autorit, nuk ban me nru një jetën mrena në namaz. Po, ky mendimi që thot, jo dush me dhonë se cilët kohën e vetë, për parsin e vetë, atër ky ka hin namaz me imam, për një jetë të qenis, s'më në nërën tash një jetën, shka e falë, nuk del për namazit. Po masën e falë dhe njerë drekën, masën e dhe njerë i qenin, se që kjo i qenia e parë,
është falë gabim para kohës drekës. Thot autori, hadithi është nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por sipas studimit të Sheikh Shuaib Arnautit rahmetullahi alaihi, ndal më saktë se ky transmetim është nga Abdullah ibn Omeri, i ndalur tek ai e jo deri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Domethënë ka rast kur disa dietar akuzojnë kusht po e bëjnë. Kusht po e bëjnë renditjen e namazit që të kanë ikë masane atij që është vakti. Nëse falisht kundërtën, nuk po vlen, sikurse Ibn Omeri, ke fali qinin, tu ka kujtu dreka, edhe njerë dush me fali qinin, mas drekës. Por, Allahu alem, thamë se je përparësi vaktit që të ka ikë, përveç nëse tu ka ngushtu koha, kjo është ma sakt. Wa yasqutu at-tartibu bin-nisyan wa khawf fawt al-waqtiyati wa bi-ziyadati ala 5. Thot, nuk vlen që kjo renditja e vakteve nëse ke harru, ose nëse dëmet ikë namazit që është në kohën e vetë, ose nëse i ke lanë kaza kemi ba ma shumë se 5 vakte. Që kjo renditja me fal njerë drekën i qinin prishet me hares. Me hares. Ndodhë që format e haresës këtu i ka përmend përgjithshme është për qëllim për shembull ka harru që e ki edhe drekën i qinin. E ke falve që i qinin. Mas 3-4 orë tu ka kujtu që dhe drekën e pas kum pas pa fal. E fal drekën, nuk i kthen edhe njëherë. Ka harru. Bjen renditja për shkak të haresës. E dyta, bjen renditja për shkak tham të ikjes kohës i qinis që e përmendëm si shembull. Wa bi ziyada ala 5, edhe nëse ka ndodhur që të kanë ikë ma shumë se 5 vakte në gjithë. Për shembull, ka njeri që ka hyrë në operacion, edhe gjatë operacionit i ka zgatë 12 orë, i ka zgatë 20 orë, i ka rënë koma mas operacionit, edhe i ka zgatë koma një javë ditë. Çka me bë? Thot, ma shumë se 5 vakte nëse ikin, ka ardhi 6, atër bie renditja. Çka për qëllim? Për shembull, diku i kanë ikë 30 ditë vaktët. S'pojmë tash të arsyeja, po nxojmë që ka arsye, 30 ditë, s'u ka fal 5 vaktet. Thot, është e lejume, nuk ka patjetër mi fal ditës parë, sabat dreki qini akşam yatsi. Ditës dytë, sabat dreki kindi akşam yatsi. Mundet mi fal 30 ditë i kanë ikë, 30 sabahën njerë. Njerë e kryen me sabahat. Nesrit i kryen me drekën. Mas nesrit, 30 i qinia i fal. 30 akşama. Po thot, po nëse mrin tash te yatsia, thot, nëse ka ndodhë që i kanë met 5 vaktet fundit, do kanë thonë që i kthehet renditjes. Shon ka fal 25-6 sabaha, 27-8 dreka, apet 27-8 i kanë met 5 vakte veç pa fal, apet jep përparësi renditjes sabah drek i qini akşam yatsi, nuk i ka fal kret sabah 30 mi ba. Po nëse esin 5, bon me renditje. Nëse esin ma shumë se 5, atër bën mi fal pa renditje cëllën do që tjepët mundësia, ose dën me fal, ose tu ka tek me fal, mund është me fal, dhe më thonë mi fal njerë sabahat kret, 5 është sabah, masanina drekat kret, edhe i kindijat kret. Thotë, por kjo, a ka nëj kohë sa me u falë, se ne kemi 2 raste. Kemi rast kur njerëzit nuk janë falë. 20 vjetë së falë njëri. Ta shopë bo pishman. I ka bo 35 vjetë. Në 15 vjetë ka him bëlluk. 20 vjetë së falë heq. Ta shka bo 35 vjetë. A mi falë 5 vaktet? Për 20 vjetë. Kemi këtë situatë, edhe situatën tjetër e kemi kur ti veç jetu falë. Edhe për x arsye, të kanë ikë 5 vakte, të kanë ikë 10 vakte, të kanë ikë 50 vakte, kanë ikë 200 vakte, thash më arsye, një muj ditë, së një ke falë namazet. Çka me ba? Për thëtë autori, nëse janë namazet tashit që kanë ikë, tasht kanë ikë, më arsye, i falë. Kërsa ato namazet që i ke lanë 20 vjetë, ma e sakta, thotë është mësë mi falë. Me u pendu të Allah. Jo me thonë mi mledhë, sa dreka më kanë ikë për 20 vjetë, që kaqë. Sa i qini edhe më janë isë mi falë. Bazun në
hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pendimi i fshin mëkatet e të kaluarës. Edhe kjo kanë thonë ulemat, s'ka nevojë me ngarku njeriun, mjafton pendimi. Do pas kanë thonë prej ulemave, jo duhet me shtimi falë. Pse? Si lloj dënimi për dëmërllukun e tij, që është bon dembel, por themi kjo nuk është e saktë. Kjo nuk është e saktë. Allah me rahmetin e vet i ka lektu këto situata normal. Nuk është se ai që fal 20 vjet, edhe se ai që e kalon 20 vjet, pastaj është pendu, nuk janë është problem të njëjtë. Por Allahu kujdo i jep sa doje, sepse Zoti është bujar dhe fisnik. Na themi s'ka nevojë me i fal namazet e kaluara. Kam pas rastun që një besimtar ja ka nisë më fal, edhe nuk është fal. Mënon ki 30 vjet. Pastaj insistoj që ai më fal. Unë i thosha ai mos u fal. Që ato të kalumat. S'ki nevojë mi fal për 30 vjet, do kemi fal ai kret vaktet. Edhe ja nisi me i fal vaktet. Edhe pastaj fillem me u demoralizu. Se u lodh që gjithë ditën u falke. Ja kish pas nisa edhe sunet edhe farza mi fal krejt. Edhe kur u bën një muja 2, ku e di sa vakte i ka falaj, ma bën një pyetje, tha hoxha, tha, a bën, tha, me lëshu televizorin, e unë më fal. Po çka s'mundja me kuptu, çka ka të bëj televizori më fal. Tha me këqyr, tha ka pak televizorin të fal, por me më shku koha, tha se po pritaj do më thonë më fal, e tash me qyr në film zatimor aty, ku me di çka edhe më fal para televizorit. Tash le nale me televizor, me namaz nale me kret. Se të kom thonë s'ki nevoj me i falë se demoralizohesh, bash bas, s'ki nevoj. S'ki nevoj. Edhe masanina, elhamdulillah, e ndalaj. Mirë. Wa yaqdi salawat al-khams wal witr. Thot, përveç 5 kove, a ka nej namaz tjetër cilin duhet me kompenzu nëse tik? Po, janë edhe 3 namaze. Me dhejben Hanefia në 3 namaze. Është namazi i vitrit, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kalon kurrë. Do kanë thonë për ulemave jo, se atëherë po bëhet kjo si një namaz ekstra, por themi jo, e vërtet është që s'duhet me lënë vitrin, duhet me falë. Tjetra, mos me lënë sunetin e sabahit, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e kalon kur sunetin e sabahit as në betejat e tij, as në sikletet e tij. Gjithashtu përmendet edhe kompenzimi i sunetit të drekës, sunetit parë të drekës. Kompenzimi i sunetit parë, dhe mon 4 rekat, sunet i drekës. Pse? E kemi hadithin e sakt, thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse i ikte 4 rekat shqip sunet para drekës, e falte atë mas drekës. Hadithin e shënon Ahmedi Musnad, edhe të tjerët, hadithi thot sipas Sheikh Shuaibit, hadithi është i sakt. Çka themi për këtë Ibn Majah dhe Tirmidhiu, më falni, shënon, jo Ahmedi. Tash, ulemat kanë thonë, e ka falë farzin, a me falë mas farzit 2 sunet të mram, a me falë 4 sunet të parë. Nëse ndjekim renditjen, atër i bie 4 me falë, masanina 2 të mramat. Dhe ma në ke falë farzin me imam, së në ke zonë sunetin. Masit japi selam, atër dhe ma nuk e falë sunetin e mram, po njerë i falë 4, se renditjen me ndjek. I falë 4 sunet, ato të parët që s'ke mund mi falë të ashetu i bak kompenzim, pastaj i falë sunetin e mram. Do kanë thonë ju e falë njërë sunetin e mram, pastaj 4, po ma saktë, Allahu alem, ma saktë nëse i falë, unë panojt ajo që njërë mi falë 4, sunetit që t'ka ikë, pastaj 2 të fundit, fare 2 të fundit. Pra nëse e marim këtë mendim të këtyre djetarve. Paka shumë, kjo është, më thonë, kapitulli i abdesit e këtyne gjanëve, i prishjes abdesit edhe i kompenzimeve të namazeve. Do të flasim, inshallah ta'ala, pasaj ndersin tjetër për kapitullin nafileve. Allah na falt, na përmirësot, na uzoft, walhamdulillahi rabbil alamin.